Kisha një fazë ku mbi ngarkova shumë nga muzika. Më thonë, ishte ajo koha kur unë nuk dilja i lirë në qytet. Prej shtëpisë nuk dilja i lirë nga fansat. Nga dhurusit, edhe thasht mere me vete pak largohen disi, të qetësohem. Ka shqetësuar kjo? Ka marrë vetën, po, goxha. Ankte të tepërta, mësyshi, si thoni. Ke pas edhe rastet tilla? Po, mësyshin e konvertoj në energji të keqe. Mësyshi është energji të keqe që e merë nga syni i tjerët. Çfarë thoi me vetë? Se kur qofim 500 veta me njerë e thujnë, wow, ajo është mësysh. Mësysh. Po si e përjetoje pastaj ti në shtëpi këtë? Po pra, me ankthe unë. Kisha ankthe në fillim, pastaj shërohesha me pak me fe, pak me namaz, pak shumë. Me lexim. Ke pas nevojë të merresh me veten? Po, patjetër. Rukje ke bërë? Ke shku te psikologu? Patjetër. Jo, te psikologu. Te psikologu. Të kanë ndihmuar? Rukjet? Patjetër. Është diçka që ti mbështetesh në një besim dhe harron të kalumen, harron gjendjen psikologjike dhe shëndetësore tënde, domethënë definitivisht e harron. Përkushtohesh tek një madhi Allah. Sepse njeriu në një situatë tillë kërkon ndihmë, ka nevojë për ndihmë dhe beson tek ata që ta japin ndihmën. Të ndihmonte kjo ty te kaloj situatën më lehtë? Ose gjithkush mund të jetë sebeb ose shkak i diçkaje. Po ti atë shkak duhet ta mbartësh brenda vetesh dhe ta transferosh në besim gjithmonë. A thoj çfarë po ndodh me mua? Po. Nuk mund të të ndihmoj askush, përveç se besimi të madh. Si e kalove, pas sa kohësh e kalove? Pas 8 muajve. Pas 8 muajsh. Kush qëndron të afër në atë kohë? Me kënd e kaloje kohën? Me njerëz kështu që ishin më shumë të fesë islame. Ishin praktikantë. Në Shkup ka edhe njerëz dietar të islamit shumë, qenë të mirë që ke çka mëson prej tyre. Me ato, pak me veten, me besimin, me namaz. Pastaj më nuk ke pasur probleme? Jo, nga ajo herë. Vjen një kohë kur ti nuk mund ta menaxhosh një stres apo një ankth, po ti duke luftuar, vjen një kohë që i thu, shkoj edhe ti i bindur që ajo ka ikur nga ti. Duhet të luftosh me forca, aty e shef se sa i fort psikologjikisht.